Betohem se tërë fuqinë time do t'ja kushtoj ruajtjes së pavarësisë, sovranitetit dhe integritetit territorial të Republikës së Kosovës dhe me ndërgjegje e përgjegjësi do t'i kryej të gjitha detyrimet e mia. Betohem. Hashim Thaçi është zyrtarisht presidenti i ri i Kosovës. Thaçi ka bërë detimin dhe më pas nënshkrimin në një ceremoni të mbajtur në ambientet e kuvendit. Të pranishëm në sallë kanë qenë ish presidenti Yahya Jaga, deputetët e maxhorancës, ndërsa seanca është bojkotuar nga partitë opozitare në Kosovë. Në fjalën e tij të parë si president i vendit, Thaçi deklaroi se do të jetë garant i respektimit të kushtetutës dhe simboli i unitetit kombëtar. Ai tha se do të punojë për dialog politik mes palëve. Në angazhimet e mia do të respektoj kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, traditën e mirë të qytetarisë, kriteret dhe vlerat euroatlantike. Gjithmonë do të nisëm nga oferta ime për dialog politik, ndërpartijak, për komunikim me shoqërinë civile, me mediat, biznesin dhe iniciativat e lira. Si kreu i shtetit, do të ruaj, kultivoj dhe përfaqësoj unitetin e popullit të Republikës së Kosovës. I minjeshëm ka qenë reagimi i partive opozitare. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës publikoi disa postera kundër tij, ndërsa e cilësoi Thaçin si një faktor përçarës në vend. Por ndërsa mbahej ceremonia, disa persona goditen me gur xhamat e kuvendit, policia arrestoi 2 prej tyre. Hashim Thaçi është zgjedhur si presidenti i Kosovës gjatë seancës së 26 shkurtit. Në raundin e tretë ai mori 71 vota në kuvend. Zgjedhja e tij u kundërshtua ashpër nga opozita që e dërgoi në gjykatën kushtetuese, por kjo gjykatë theksoi se votimi i Thaçit ishte i ligjshëm. Do punoj gjithmonë në shërbim të